e tyre që është jashtë sistemit bankar, pra jashtë kanaleve zyrtare, ta fusin në tregun e ndërtimit dhe të blejnë jo një apartament, por me 10 apartamente, me 10 dyqane, me 10 garazhe, të blejnë me një veprim notarial dhe të lejohet kjo gjë, pa hyrë gjëm në këmbë, po do vazhdoj kjo gjë. Deri në momentin që ne vëshojmë, çuna 23, 24, 25 vjeç, që 3 çerga dhe të pashkolluar, por të shkolluar të ishin, të cilët bëjnë transaksione për miliona eurosh në arë kohë të 2-3 viteve, dhe shtetit mos reagoj, po do vazhdoj të jetë ky fenomen. Ndërtuesi po gjeti blerës, i cili e zyrtarizon zyra e noterisë, ndërtuesi do vazhdoj të shesi. Këto problematika është shteti, i cili do të ishte aktori i tregut, ndër tre aktorët, i cili ka për detyrë që të sigurojë që të gjithë ne që jetojmë në treg, pra konsumatorët, familjarët dhe bizneset, të bashkëveprojmë me njëri tjetrin, duke ndihmuar njëri tjetrin, jo thjesht duke përfituar nga njëri tjetri në kurrizë të tjetrit, po duke përfituar patjetër, por ama duke përfituar edhe vetë shoqëria, derisa këto instrumenta,